Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origina Show. Jemi përsëri nga Londra dhe ku jemi në Londër, jemi në London University dhe pikërisht në Royal Holloway. Njëri nga shefat e departamenteve të këtij universiteti kemi një bashkëdhetar tonin, doktor, profesor, në të njëjtën kohë dhe hulumtues shkencor. Përshëndetje dhe mirë se vini në Origina Show. Kënaqësi që kemi këtu prezent i fat në Universitetin Royal Holloway London University, posaçërisht kënaqësi që patëm rastin që bashkë të vizitojmë disa departamente këtu, disa laboratore që të njihen përsosht. Për mua është një ndjenjë e veçantë, sidomos kur i kam ju këtu, të flas shqip këtu, këtë departament nuk folet shqip këtu, për ne është kjo ndjenjë e veçantë për mua. Sa ju ka ndihmuar ky pozicion akademik në zhvillimin tuaj të më tutjeshëm në ulëmtimet tuaja shkencore në kuadër të këtij universiteti, por edhe më gjerë? Kur kam marrë këtë universitet, në universitet me konkurrencë të jashtëzakonshme, me departamente që njerëz që kanë dalë nga ky universitet kanë marrë çmimin Nobel, për mua ka qenë një ndjenjë e veçantë, por njëkohësisht edhe një përgatitje, një angazhim i veçantë që të sfidohem tash me një elitë të shkencëtarëve që do të jem përballë tyne, të punojmë kolegë me njerëz që vërtet kanë arritur suksese të jashtëzakonshme. Nga ky universitet kanë dalë njerëz, apo pikërisht nga ky universitet, ato kartat që përdoren në Underground London janë dizajnuar nga ky universitet. Kuadrat e këtij universiteti janë edhe faktikisht edhe themelues të cyber security encryption, dhe mund që për po është nga kolegë tonë që kanë ndruar jetë, po është pikërisht nga ky universitet. Për mua ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme, po njëkohësisht edhe një angazhim i veçantë që këtu do të punojmë tash, do të ballafaqohemi me një sfidë me shkencëtar, kështu që janë elitë në shkencë. Po të flasim me gjuhën e shkencës, do thotë shumë produkte të kësaj shkence janë bërë pjesë domosdoshme e jetës tonë, duke filluar nga zhvillimi i teknologjisë së komunikimit me 5G apo 6G e kështu me radhë. Do na informoni në cilin stad është në fakt shkenca ku ju e aplikoni? Shkenca ku ne aplikojmë tash në këto fazat e zhvillimit të kësaj 5G, 6G, ne jemi tash në fazën 7G me tutje. Faktikisht ne kemi kaluar në terahertz frekuenca terahertz. Edhe punën që ne e bëjmë, faktikisht ka të bëjë me future, ultra high speed, me shpejtësi të jashtëzakonshme, qarkullimit të informatës. Ne kemi ekspertizë që të marrim sinjale mikrovalor, që punohet frekuenca caktuar ta fusim në përfi optike, ta transportojmë informatën me një shpejtësi që s'është parapo deri më tani. Pra, hulumtimet shkencore që ne i bëjmë këtu janë larg nga ajo që ekziston nga 5G-ja dhe 4G-ja ku janë tash, apo 6G që do të vjen shumë shpejt. Faktikisht ne punojmë me një teknologji që parashihet që ndoshta mbana 20 vitesh do të jetë teknologji jashtme. S'mund të imagjinohet sot një 24 orësh pa telefona celular, pa një komunikim të tillë, pa një ndërthurje të kësaj shpikje, të kësaj shkence të aplikuarit në përdorim të gjerë. Po çfarë do thotë kjo shpikje e re në fakt për gjithë njerëzimin? Çfarë benefite do ketë kjo shpejtësi e komunikimit apo e shkëmbimit të dhënave? Çfarë i sjell njerëzimit? Kjo infrastrukturë që ne punojmë më të lidhet shumë edhe me quantum computing, dhe më thonë informata me shpejtësi kuantike. Në mënyrë që kjo informacion, apo që quantum computers, tarmen, që në gjendje të punojnë, duhet edhe infrastruktura përcjellësi, quantum channels. Faktikisht, kjo do të thotë teknologjia më avancuar, ku shpejtësia e informatës është e jashtëzakonshme, është e pakrahasuar me shpejtësinë ku jemi sot. Kjo do të thotë faktikisht që bie fjala një video konferencë që do ta bësh nga Londra në Vjenë apo në Japoni apo dikon, ajo duket real time, i ke në 3 dimensione me mënyra e projektimit të informacionit, të imazhit, bëhen 3 dimensione. Mënyrë që të arrihet kjo, duhet një shpejtësi edhe infrastrukturë jashtëzakonshme. Kur them shpejtësi e informacionit stabile, në anën tjetër po edhe siguria.
domos siguria e quantum channels do të jetë e jashtëzakonshme në mënyrë që ky vlog i informacioneve që do të transportohet të jenë të siguruara. Ku jemi tek siguria dhe shpikja, inovacionet, vazhdimisht që nuk ndalen, që lidhen me revolucionet në fushën e teknologjisë ku ju përfaqësoni, është në një farë mënyrë edhe pjesa e errët, sulmet e ndryshme, sa e pengojnë këtë proces, sa e rrezikojnë çdo lëvizjen tuaj një hap para. Çdo sistem që ne punojmë, do të parashohim që ai sistem do të mbrohet, sepse do të atakohet. Kështu që pikërisht edhe muri mbrojtjes. Edhe nuk është e lehtë, sepse edhe pala tjetër janë ekspertë të jashtëzakonshme që tentojnë të penetrojnë në sistemin që ne punojmë. Prandaj sulmet e tilla janë përditshme. Me mira sulme brenda dite, Britania e Madhe merr cyber security attacks, pothuajse me mira brenda dite. Mirë po ato nuk mund të deportojnë për shkak se është një mbrojtje e jashtëzakonshme. Janë kuadra që punojnë, që e mbrojnë sistemin. Po për sistemet e ardhshme, tash është vështirë me ndërtu komplet një sistem që do të funksionojë si i tonë, sepse bëhet një sistem, një pjesë, një subsistem. Po pjesa tjetër është ende një sistem me një infrastrukturë të vjetër. Kjo integrimi këtyre strukturave të reja me ato të vjetra do të jetë gjithmonë është një sfidë edhe kjo është sfida jone. Prandaj edhe sot, imagjinoj, edhe sot në Britaninë të Madhe ka ende infrastrukturë që ka copper cables, kablet të aluminiumit që përdoren ende, që faktikisht janë ato nuk është dashur të jenë, po ekzistojnë edhe nuk mundesh me hiq nga sistemi. Por dal nga dal, ato seksione të asaj sistemit apo subsections ose me wireless, me sinjal, mikrovalor që transmetohet sinjali prej një pike dhe një pikë tjetër, por në vende kur nuk ka mundësi më përdor këto infrastruktura të vjetra, do të përdoren quantum wireless channels. E kjo don një ekspertizë të jashtëzakonshme, sidomos në teknologjinë e fotonikës ku unë kam bërë doktoraturën edhe ku unë punoj. Kjo është faktikisht teknologjia e fundit që përmes dritës informacioni transportohet me shpejtësi dritës, po drita mund të nganjëherë konsiderohet si valë elektromagnetike, nganjëherë në raste të caktuara konsiderohet edhe si foton, single photon. Fotoni nuk ka energji, nuk ka masë. Tash imagjinoje shpejtësia e fotonit, tash duhet me ditë se ku me konsideru si valë elektromagnetike, ku me konsideru si grimcë fotonike. E kjo është që këto sisteme ne i bojnë shmos që ti punojmë, vim me dizajne të reja sistemeve, duke vëllu nga pajisja, vendosin sistem, edhe pastaj ai sistem apo subsistem të integrohet në një sistem më të madh. E këto janë sfida të jashtëzakonshme. Sfida që pothuajse edhe 20 vite të ardhshme shkenca do të punoj edhe ka me qenë vështirë me arrit mi bë komplet një sistem tillë, quantum channels, quantum communication channels. Ku jemi tek shkenca, tek sfidat dhe pikërisht tek fotonika, ku ju bëni hulumtime së bashku me kolegët tuaj, është e centralizuar kjo vetëm për Britaninë e Madhe, apo përfshirja juaj e studimeve të kalon këto kufi, jeni pjesë aktive e forumeve të ndryshme shkencore edhe në përbot? Na shpjegoni se si funksionon kjo. Kjo është një plediad e madhe e shkencëtarëve në botë që punojnë në fotonik. Mirë po dallohen disa grupe në botë, dallohen shumë grupe, janë të veçanta disa që kanë arritur suksese të jashtëzakonshme. Janë disa grupe në SBA, në Kanadë, në Gjermani, në Australi. Jeni të gatshëm të shpërndani informacione me njëri tjetrin, apo disa janë të rezervuara dhe janë të markuara për shtetin përkatës, si shpike? Tash kjo puna e shkencëtarëve, sidomos nëse mund të them 4-5 vitet e fundit, ka ndryshuar pak në shtetet perëndimore. Shkencëtarët me dijeni të madhe si në lëmin që ne punojmë, ne nuk mund të marrim, nuk na lejohet të marrim me fjala student apo shkencëtar nga vendet caktuara, e arsyetën që ata duhet të kalojnë për filtra, edhe duhet që shteti ta di se çfarë projekti do të punon.
Sepse se ekziston mundësia që mund të punohet në projekte shkencore që jenë me interes nacional britanik të madhe këtu, edhe ato projekte normal që nuk tash është një mbrojtje pak më e mirë e intellectual properties. Domthon kësaj ideve, patentimeve, është një mobilizim më i madh se Britania e Madhe, domthon i motivon ta shkencëtarët që të vinë me ide të patentohen ato, edhe të mbarohen. Normal që shkenca, ne si shkencëtar në botë, ne duhet sa më shumë kontribuojmë që ta shpërndojmë ditënin, se për duke shpërndar ditënin, domthon ne mësojmë nga njëri tjetri shumë. Po vjen një moment për disa aplikacione të caktuara, domethën janë interesa. Janë të drejta të rezervuara shtetërore. Shteti ka drejtë. Shteti rezervon të drejtë domthon për disa aplikacione që kjo teknologji mund përdoret këtu edhe askund tjetër. Përderisa ne flasim në backgroundin tuaj që ndron kjo kornizë ku do thoja në majtë e kësaj kornizës është emri doktor Shoqëri Haxha. Do na tregoni pak për shikuesin kur është futur dhe është memorizuar, do thoja, kjo ngjarje. Shumë pyetje interesante. Ky punim shkencor apo ky projekt që është e ka një domethënie të jashtëzakonshme. Ky projekt është sponsoruar nga European Space Agency, që është ngjashme me NASA-n në SBA. Ka qenë një artikull është publikuar në Guardian, gazetën Guardian, ku thuhet se 5G-ja, sinjali 5G do të interferoj me sinjalin mikrovalor të European Space Agency edhe Met Office. Met Office është një institucioni në Britaninë të Madhe më kredibil në botë, ku bëhet parashikimi i kohës. Çdo dhënë që japet nga BBC-ja, këtë që japet domethënë është parashikim i dhënave të sakta që e ka Met Office. Met Office nuk është larg nga vendi ku jemi këtu, për 20 minuta shkojmë. E ka kompjuterin më të madh në botë. Nuk ka kompjuter në botë më të madh se shikon këta. Aty është një vend ku i kanë disa, nëse më them kështu, disa flamuj. Të gjitha shtetet e aty ku vendosur edhe një flamuj të Kosovës. Tash kur ka dalë ky artikull në Guardian, që ky sinjal i mikrovalor i 5G mund të interferojë me sinjalin e European Space Agency, çfarë do thotë? Satelitet e këtina European Space Agency komunikojnë me këto transmetues në tokë. Edhe kanë një spektrum të veçantë ku komunikojnë. Mi për spektrumi 5G edhe i ty një shumë afër. Edhe mundësia e interferimit të sinjalit i 5G me interferu me këtë sinjalin që merr sateliti nga toka është shumë i madh se janë shumë afër. Sidomos në rast kur ka shi, sidomos janë këto rreth. Mund të quhet ky konflikt pak a shumë në shpejtësi? Është një konflikt, po është konflikti i sinjaleve. Mirë, po është një interesant kjo se mund të prodhohet ndonjë dobi. Po tash, kështu që në terminologjinë unë në fakt kam qenë edhe meteorolog i certifikuar në Jugosllavinë, atëherë kam qenë në shtar, se kam qenë në aviacion. Edhe kombomatin faktikisht dhonave, shtypjen e ajrit, viskozitetin, vizualitetin e lartësinë e valve, faktikisht e rreve nga toka kemi bë me disa pajisje atëherë në atë kohë. Mirë, po kjo më ka ndihmuar shumë se është një lloj i rreve që duhet që thirr cumulonimbus. Ato janë rreth më të rrezikshme, rreth e zeza, që aeroplani nuk guxon me to. Ju keni vret kur jeni në aeroplan, kur do me atërru në Tirana në Prishtinë, e shes se e gjen gjithmonë një hapësirë dhe aty futet dhe lëshohet poshtë. Përndryshe, po se goditën të është njësi me rrugë në shkamp. Tash, sinjali mikrovalor i 5G-s, kur hyn në këto rreth, aty bën interferim me ujë, se këto rreth kanë ujë shumë. Edhe kthehet në sinjali, reflektohet. Reflektimi i sinjalit në forma ndryshme interferon, hyn në këtë brezin ku komunikimi i satelitit me transmetues në tokë, tash vend që ta merr informacione sakt, mund të merr një informacion gabun. Çfarë do thotë kjo? Tash këto dhona jepen në Met Office. Kur të hyjnë këtu në atë kompjuterin, superkompjuterin, përpunohet edhe parashikohet koha brenda deri në 3 orë si do të jetë koha. Tash, unë kam thirr Guardian, e kam thënë se këtë problem unë me departamentin tem, me ekipin tem, ke mundësi me zgjedh. Ata nuk besun njerë. Përmes gazetes, kur i këmftu ata më kanë vënë kontakt me një kompani që bën ndërtimin e pajisjeve, gjithë pajisje për European Space Agency.
kanë ardhur ata ekspertë. Jemi taku me ta. Pjesa më e madhe këtyre ekspertëve që punojnë në ISA, European Space Agency, janë ekspertë NASA-s. E jemi taku me ta. E ja kom dëshmuar në laborator që në kam mundësi që këtë sinjalin që 5G që hyn në këtë sinjal, në këtë brezin frekuencor të European Space Agency, unë e bllokoj. Edhe kemi bllokuar, e kemi dëshmuar. Edhe ma kanë financuar këtë projekt, edhe kemi zhvilluar një filter, që është filter që pothuajse pak në botë kërshko. Ky filter çka bën? Pra, kontributi juaj autorial, Po. si mund ta themi kështu, ka avancuar, domethënë këtë zhvillimin teknologjik Absolutisht. në aspektin shkencor, që mos ketë kështu konflikta për përplasje të këtyre valve. Po, që në artikull në Guardian shkruan thotë rrezikshmëria është aq e madhe se ka të bëjë me jetë apo vdekje. Çka do të thotë? Tash po kthehemi prapë atje ku kesh në rast kur Metofisi i merr këto dhona nga European Space Satellite i përpunon. Këto dhona i jep në aviacion. Domthonë meteorolog që punojnë në aeroporte, ato i japin dhonat pilotëve, edhe aeroplanëve që bie fjala aeroplani nga Amerika është të kohë në Londër, edhe ai mes ato dhona të kohës niset dhe vjen. Ndërkohë pilotët e dinë sakt sipas dhonat që i jep Metofisi, se ku do të jetë kua dhe nga shkojnë. Tash imagjinoj, sikur ky interferim i 5G-s të hyn e ky Ndonjë sinjal destruktiv, po. në vend që pa shikohet kua brenda 3 orëve, kjo është hynte deri në 15 orë. Oh. Faktikisht, rrezikshmëria ishte që ekziston mundësia që një aeroplan me plot njerëz në vend që çarkullojnë në një brez, në një rrugë ajrore, mund të them kështu, mund të goditet mund të vinë të goditin nga në një vend, po, edhe tash vjen. Gjithashtu, i njëjti sinjal ekziston edhe në rrezikshmëri, sidomos në SBA. Në SBA, White House, shtëpia e bardhë, kanë një white paper ku kanë thonë që gjithë operatorët e 5G-s, asnjë operator i 5G-s nuk guxon me pas mas apo antenat, BTS antenat rreth aeroportit. E arsyeja është se i njëjti sinjal i 5G-s interferon me aeroplani ka një pajisje, një radar që thihet altimeter. Që altimeter ai dërgon pulsin tokë edhe merr sinjali reflektohet e merr bastin aeroplani shoh tokë. Shiko. Mbas atina. Tash imagjinoj, tash ky sinjal i 5G-s të interferojë me te edhe mos ta ketë, domethënë aeroplani mos ta prapë të ketë mund të bëhet një interferim i sinjaleve që atërrimi i aeroplanit mund do të ishte fatal. Edhe pse kompanitë e 5G-s i kanë garantuar domosht shtëpisë bardhë që ne kemi filtera, ne i bëjmë domosht rrezikshmëria, por prapë prandaj ndalon përdorimi i telefonëve celular në nuk është kjo. Kjo problemi është që këto antenat e transmetuesit 5G në SBA, jo në Evropë, nuk i është leju që të vendosen afër aeroporteve për këtë arsye. Në Evropë nuk qëndron kjo. Rrezikshmëria është më e vogël sepse brezi frekuencor i këtij altimeter edhe licencën apo spektrumit që kanë të lëkun operatorët është pak më larg. Kështu që mundësia e interferimit është më e vogël. Tash po tregoj një rast. BBC-a na është ofruar disa shkencëtarëve këtu, me jap na se a është rrezikshmëri e madhe, ju si shkencëtar më na treguan. Asnjë nga ne nuk ka guxuar del thotë që nuk ka rrezikshmëri. Se nuk mundesh të marr përgjegjësi, të mendon se nuk ka përgjegjësi se domthonjë se sinjalet janë të sigurta se nuk do. Është një bile këtu është një profesor që ne bashkëpunojmë me te, është një Travazoli, ai thuhet babai i 5G-s. Edhe unë punoj me te. Ai më është ofruar. E më tha, çka kishe thonë ti për këtë? Thash unë nuk guxoj me prononcu. Thashun. Thasë Zoti më së bëv, mendoj diçka, thonë, kështu që më mirë tha, ja lëm përgjegjësinë operatorëve. Operatorët e marrin përgjegjësinë, e rregullatorit që i jep licencat e marrin përgjegjësinë edhe rrezikshmërinë. Nuk po them që ka rrezikshmëri, po demon që sa është më rëndësi ndërtimi i këtyre pajisjeve që bëjnë filtrimin e sinjaleve. E ne jemi ekspert me përfiltrimin e sinjaleve, ekspert të detektimit të sinjaleve edhe filtrimit të sinjaleve në mënyrë dinamike. Çfarë do thotë kjo? Të gjitha sinjalet në një brez frekuencor mund të jenë 100 apo 200.
ne gjitha kemi mundësi që t'i filtrojmë edhe ta lëmë spektrumin e pastër. Do të thotë vetëm sikur kjo rruga, e kupton, kur dikush mund del në rrugë, domthon është i mbrojtën, edhe ti mund vozis, domthon tash e ke, domthon e ke atë sigurinë, domthon e jashtëzakonshme. Po këtë i bëjmë, kjo bëhet me një know-how, me një ekspertizë të jashtëzakonshme, sepse është një kombinim multidisciplinor për të arritur me zhvillu një pajisje të tillë. E ne kemi të patentuar këtë. E kemi patentuar këtë ide. Ju përgëzojmë. Edhe i zhytur në këto detaje kaq të bukura që po i shpjegoni edhe në mënyrë figurative, unë për pak harrova edhe reklamat. Ti shikoj. Rikthem në studio të dashur teleshikues, i nderuar Haxha. Më trego pak a shumë për profilin tuaj përtej botës akademike në jetën e përditshme londineze, si ka qenë forma e integrimit tuaj, fillimet, do na tregoni pak a shumë deri të ardhja tek ky stat të një profesor doktori këtu në një nga universitetet më prestigjioze, jo vetëm në Britani të Madhe, por në gjithë botën. Rrugtimi nuk ka qenë lehtë as pak. Kur kam marrë këtu në Britani të Madhe së pari, gjuhën angleze kam ditë pak a shumë jo mirë. Kur kemi mësuar në shkollë të mesme në Kosovë, pastaj isha një kohë në Gjermani edhe më përzi tash me të drejtën. Kur erdha këtu, gjuhën fillova, nuk ka qenë lehtë, isha me grua dhe me 2 fëmijë. Me u stabilizu, me gjetë dikon, me fut kokën në një kulm dikon, me mbjetu, shkurtisht Shqip, pastaj me mendu për karrierë, gjona të tjera. Kem punu lloj punë. Nuk s'dia ka punë se kam punu. Me të vërtetë. Kështu ka qenë fillimi. Fillimi ka qenë kam punu në kuzhina,
Kom punu punë fizike. Mos ma thuaj. Po, për zotin, kom punu punë fizike, kom punu pastaj, jam edhe vozit si ekskavatore dhe 60 ton. Wow. Jam ekspert i tyne. Fillova tani dal nga dal, pak i zmalet, kur t'ulesh në ekskavator, pak i zmalet. Ishte viti, do të thoja, ku këta vendasit, britanikët, kishin tjetër qasje për shqiptarët edhe kjo ishte vështërësia që nuk u futët direkt në proceset akademike? Jo. Apo si? Ka qenë dhimbshme, ka qenë, që kur kemi orë. Tash unë po të rinë rast. Okay. Se këto është në shtatë vështirë. Munojsha me gjithë punë. Edhe ishte koha që shkesha një kurs gjuhës edhe tash kisha kohë me gjithë punë dikon pak a shumë. Punova një ditë, të ditën kam punu në një vend ku rregullohen këto makinat e larjes. Të ditën. E pa ta marrë dorën, bëjnë ndrejsh ato pjesën elektronike, kuptojsha edhe pjesë i rregullojsha. Edhe punova të ditën 12 orë. Edhe në fund thash atij, se nuk u morën vesh, si tha po më njëherë kemi nevojë sen edhe nisja punoj këtu, a din çto, tash kur pyeti mua a din, e thash po më sfidon se s'po di. Edhe tash unë më njëherë yrysh këtu me tregu me bindet apo den. Jo në vazhdova deri mbrëmje. Të ditën aty për një diku 4-5 makina të lëme që ja rregullova. Edhe ato bukur trona, e mi zhvendosa nena, ja palua rregullova. Edhe kur kërkuan fund se edhe najti devon. Po najti devon me 2-3 vetë. Edhe kur kërkua mbrëmje, thashë në së morë me shas për pagesë kur gjë. Zhdo këpe këtu i tha. Wow. Kështu ishte fillim. Po për zotin. Atë ka qenë një moment shumë i rëndë se ata ishin fizikisht 3 vetë, ishin 3, ishan brenda aty, s'kishëm. Edhe pse si deri një sak nuk u kishte lënë xhamamut apo jo? Për zotin, tash s'po du me thonë çfarë kam menduar atë. Okej. Se edhe kur kam dalë për aty ishit në mund kom menu ndoshta ende do të isha në burg. Mirë po, për një moment u përmbajte? U përmbajta kur kom dal jashtë. Pe kiameti që s'mujta më bëkur gjë, mi u bëkur gjë se kisha grunë e fëmin, veç se kisha marrë. Kom çajt rrugës. Tash s'mujta më bëkur gjë. Ma lanë që shtoj një fjallë popullore kile. A që dëshpëru? Ma shumë mërët i nati që s'mujta më bëkur gjë. Edhe për zotin ishte gruaja e fëmijës që mendova thashë veç sa kam marrë këto. Edhe tash se për zotin kam mendu më këthy mi kallë krejt. Kam mendu, ashtu kam mendu, tash po të rëgej, kam mendu, shkoj të marrë dhe benzin, edhe të kthejme sa të janë ata aty të bëj qatë punë. Edhe në rrugë për ati kam shku. Për ati kam shku, edhe kam fillu tash gruaja fëmija, as një njeri timi se kisha, gruaja shere, fëmija, djali madh i kishte ato i ka pas 4 vjet. Ishte kjo një përshtypje kolektive për shqiptarët apo ishte thjesht një rast individual i joti? Ishte rast individual se me thon drejtën, unë sa ta nuk e ditën, sy interesat aty në interesant që në po di me punua, kupton çata. Po do me thonë, veç një momente e ceka dëmon sfida tjetë që kemi pas, kanë qenë trona. Mos flas tani rrugës se si dhe kam marrë këtu, si kam kaluar, po ka qenë, jeta jonë ka qenë e vështirë. Shumë e vështirë. Prandaj nganjëherë mendoj që nganjëherë them kam 100 vjet kam. Mirë po, suksesi im ka qenë kjo që unë kam dalë shpejt nga kjo situatë. S'ko mujtë më bëj ato. Për mua ka qenë e udhë e shkurt aty, a do ta bëj apo nuk do ta bëj. E kom vendos mos me bo, edhe kom qitë e kom lanë. Shumë mirë me ta. Nuk e marrë? Ja, kur. Ke hapur një horizont tjetër? As në atë rrugë anena, edhe në atë zonë anena nuk kom shku kur. Kur nuk kom shku. A beson, e kom këthy rrugës, kom dash me shku anë kur. Mos më kujtu diçka. Aksident. E kom llogarit diçka që më ka ndodhur, edhe fëmija mi, edhe gruaja mi, domthon e kanë ditë mas, domthon këtë vonë as e ka ditë askush. Po, pse po e them këto? E thash që ka momente të trona në jetë, që unë kom mujtë me përfundu që atë. Mirë po, kam mendu ma gjatë, edhe i kom vazhdu jetën kënena. Unë kam qenë fizikisht i skalitën njerëzakonisht. Unë kam rrypin e zit karates stil goxhiru, që llogariti për stileve më të rrezikshme të karates. Po s'po them që kisha bollon, po do mund që unë nuk ka qenë diçka
që janë friguar, nuk ka qenë diçka s'ka mujt me bë, apo diçka që po ku mujt me hidhë kësaj betejës. Fizikisht kam qenë jashtëzakonisht i kalitën i shpejt, edhe me sport ku mujt me merr, se kam qenë edhe sportist shumë. Edhe në ushtrinë e Jugosllavisë, faktikisht 400 metra. Të ka ndihmuar ndoshta kjo pjesa e disiplinës së arteve marciale në vetë kontroll. Shumë. Shumë. Është një autodisiplinë. Po, ajo është disiplinë që stabilizon shumë. Pikërisht. Se puna e parë, ti dosh, e shqetëson e kia pjesën e njerit, edhe ki me mojtë në distancë ta. Edhe ti shumë të kontrol, mas parë në kontrol në djeneve tua. Unë nuk reagoj fizikisht, përderisa personi i caktuar nuk e shoh që po e çon dorën përpara apo po tenton të bëjë diçka. Amo studimin që kemi bën, atë që kemi ushtruar është që ti atë diapazonin e personit ku është e monitoron me shpejtësi të madhe. Tenton të bëjë diçka, ti je vetë mbrojtje. Përndryshe, jo me nisu vet. Kupton? E kjo është mbrojtje. Kjo ka qenë para të thuhet edhe art, domethënë vetë mbrojtjes. E kjo më ka ndihmuar shumë që unë të kem kontrollin, të jem kujdesshëm, edhe ta ruaj veten, spori, po edhe tjerët. Se edhe kom treguar, në raste caktuar i kom treguar. Dy raste kanë qenë, kanë ndodhur në shopping center, i kom treguar kom distancë, kom shoh. Unë këtu jam, po të paralajmoj çito. Tani ti më çka dush. Na hina po ti më çka dush. Kjo unë s'po duhet lavdom, veç po duhet të them se kam shumë përfundoj edhe nëse po kam zgjidhur shkencën. Po. Dhe ku jemi tek balancimi i gjërave me një autodisiplinë. Mendoni se kjo është një 50% e suksesit individual të secilit nëse arrin t'i balancoj prioritetet, zemrimin, dëshpërimin, elementet ndoshta kriminale që mund të ketë secili njeri, por që me një disiplinë, me një do thoja energji të tjera pozitive arrin që prioritetet në jetë t'i jape shkencës, artit, kulturës, sportit apo jo. Kjo është një përvojë personale apo jo? Është shumë interesant se është përvojë që nuk ta tregon askush. Jo pse se nuk e din. Po ndoshta edhe eksperiencat janë nga më të ndryshme. Është se nuk e ndëgjon nga askush në rrugën që ti po kalon. Edhe domethënë ti e bën një eksperiencë që mëson shumë. Pse nuk e tregojnë në të vërtet kaluarën ashtu lakuriqe secili, ose kur njeriu arrin stadin e madhështisë që të bie në nivelin 0 dhe mos të ketë turp nga niveli 0. Ne jemi krijesa të Zotit, që na ka krijuar Zoti. Edhe ne kështu do të dalim, edhe në tjetër botë para Zotit. Ne nuk do të gënjejmë, nuk do të mashtrojmë. Në paraqitjet tona do të jenë sinqerta që të tregojmë eksperiencën tonë që kemi kaluar që të mëson dikush nga ne. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo lidhet shumë me historinë tonë. Ne do ta tregojmë historinë tonë ashtu si është edhe të dhimbshme. E sakt. Edhe nëse kemi gabuar dikon. Ne s'mund ta glorifikojmë çdo sen. Se duke mbuluar e glorifikuar e kemi mbuluar gjanat që nuk janë të vërteta. Edhe gjërat e tjera kam mësuar diçka që s'është ashtu. Edhe do ta paguajnë çmimin. Prap, imagjinoj, në rrugë me fjala, ne nuk i dërgojmë gjërat të tashme që gjatë rrugimit tuaj mund të jetë ndonjë ndërshkëmbës, apo mund të jetë diçka që mund të shkelin te. Ne i themi jo se ne jemi të Zot, ne kemi kaluar këto, ne i kalojmë krejt. Kupton, edhe ata shkojnë tani përfundojnë atë. Pse? Marrin spunto nga një identitet fake. Absolutisht. Pa ju treguar se kush jemi ne në fakt. Sa kemi vujt, edhe do të qenë sinqert. Mas pari me sinqert me njerëz tonë, ta ofert më tregu sakt. Sa kemi vujt, çka kemi bërë për më ardh këtu ku jemi sot, çfarë rrugtimi kemi kaluar. E jo në momentin ne kur vim, në kulm atje, fillojmë ta glorifikojmë këtë që s'ka qenë, ne kemi qenë kështu, jo, po tregojmë rrugën që kemi ardhur. Ka qenë një rrugë, një sakrificë e jashtëzakonshme, edhe në mënyrë që ju të keni sukses gjërat e ashme, ju bili mos keni nevojë që ta kaloni këtë sakrificë e kemi kaluar ne. Qëllimi i kësaj gjënatës që ne t'ia lecojmë gjënatës tjetër që mos kalojnë për vujtje që ne kemi kaluar që skrahasohen me vujtjet e prindve tonë. Kjo është urtësi, është mençuri dhe te fënia fundit është edhe obligim i gjeneratave apo jo. Që të përcjell tek gjeneratat e më vonshme faktikisht vlerat e duhura apo ato rrugët e trasuara që ta kenë më lehtë. Dhe në fakt ky brez tashmë e ka më lehtë, sepse brezi juaj ka cimentosur një fundament të vlerash. Ne kemi qenë në të kohën kur imazhi ka qenë pothuajse jashtëzakonshëm. Unë kur më taku me kolegët mi,
kur jemi unë në tavolina akademik në humor o Albanian Mafia këna ne, për din tash. Edhe është dosh një të rekë vetën shë, unë e humor, po mësë të prani fort, se thash për një me mafia bua, të përdin, thash, po kërështet na i sajnë këtu në tavolinë, thash kështë që, let's keep calm, e këptan, hajde të ulmi tavolinë barabartë, okay? Së është më rëndësia, ka me shqesyra, apo të gjënë. Nuk është më rëndësia në kur shumë nga vi. E kanë përdor këtë pjesë. Po ka posë raste kur... Ka patur paragjykime. Ka posë paragjykime, do mos që faktikisht këta njerëz temperament. E ke ndjera atë. Po, këta njerëz temperament edhe me një farë rezervimi, por natyrisht që do mund të... është kaluar, me kalimin e kohës është kaluar. Kalon, se na jemi një klasë, jemi përthyshe gjenerata parë, që po kalujmë këtë, që po i përjetojmë këto dalime. Këtë rrethin e paragjykimeve, po. Pastaj gjenerata tjera janë më dinjitoz, janë me interesa pak a shumë të barabarta. Më intereson të di faktikisht pjesa e rrugtimit tënd këtu në Londër, kur i the stop asaj jetë mund të them të zakonshme apo të rëndomt me ato prekupime se si mund të gjesh një punë, se si mund të rregullosh një lavatriçe, se si mund të bësh punën e ekskavatoristit. Kur fillove të merresh me atë që e kishe pasion dhe dhunti e perëndisë fënia fundit nëse flasim për këtë vlera? Për zotin, kjo është shumë interesant, se është një moment që as me asken se këmë cek. Unë që duke punu këtë punë, vazhdimisht, për 3 vite, 4. Edhe fitoja shumë, fitimi është i bukur i madh. Tash imagjinoj rruga atëherë, tash po dëmon për dikon në ditë dikon i kom pas 300 pound. Ditje. Se tash i vozis ato ekskavatorët e mej. Edhe për zotin, për një moment, ka qenë si thashun, kjo çka po e bëjën, kjo nuk do të nalet. Se kërkesa për financa ishte vazhdimisht, edhe askuj nuk i shkonte mendja me diçka, tash se ti ki ndërmend domon me vazhdu gjithçka apo se një moment ka qenë e premte. Erdhja e zërit. E premte ka qenë e kom thirr atë pronarin e ekskavatorit, kam thonë nga nesër unë nuk vin punë. Edhe përfundoj këto. Edhe ku mbyll telefonin. Mas 3 dite kur kom çel se atë kanë qenë do telefonat më, vazhdimisht më tha, a ke mundësi vetëm një herë në javë apo një ditë mujt apo ka përfundu. Hiç e kam ndërprer kështu në mënyrën sikur kur të prind djathin, rapide, e thash unë do të vazhdoj. Tash tani fillova me master, me një herë, edhe mo asnjëherë. Edhe ku më thon vetes. Edhe fëmijëve të mi. Atje është qëllimi jonë. Nuk ka, çka do të del? Inshallah im shnosh. Kjo është më rëndësi. Për ndryshe, fëmijë jami nuk të jo si ka, po vetëm kjo. Edhe asnjëherë nuk i kam jo para në fëmijëve të mi, që më thonë se shkoni bëni këto. Çdo gjë kam bë vet. Çdo gjë, vetëm djalin e madh, me djalin e madh kam punuar shumë, me Arbenin. Vajza Laura dhe Florenti, këta i kanë ngro vet. Po ne shumë i kënaqur. Shumë. Unë kam punu vazhdimisht mbrëmje, duke lexuar, duke punu njëjtën gjë shoqja. Ka qenë ambient pune vazhdimisht. Edhe tash kur është një ambient pune, kur punon, lexon vazhdimisht, edhe fëmia tani filloi jetë, edhe sot e kemi ashtu. Aspiratat e njerëzve janë nga më të ndryshme. Dikush e ka të bëj një shtëpi, dikush të bëj një fabrik. Ç'a mendoni? Apetitet, aspiratat, objektivat janë caku që ne duhet të zgjedhim sa më lart për të arrirë, dhe kur njeriu mund të ketë aspirata të tilla, pasi të krijojë një komoditet social, të kalojë atë rrethin e ferrit, do thoja, ku do të ketë një jetë sadopo stabile, të ardhura dhe pastaj të nxitet për objektiva më të tjera, apo këto objektiva lindin pikërisht në atë farkëtimin e frustimit të ekzistencës për të qenë dikush në jetë? Unë në aspektin akademik e kam titullin profesor Britanit Madhe. Duke nisur edhe nga përvoja. Po. Edhe nuk ka titull më të lartë akademik. Domthon titull më i lartë akademik. Na gëzon ky fakt. Po domthon se jam i përmbushur. Po. Por nuk jam i përmbushur në shkencë, edhe them nga njerëz dikur gjë. Tonë se as shumë domthon
është një diapazon që kontributi i shkencës në jetë, në ekonomi, në ndryshimin e jetës për të mirë, në medicinë, është aq i madh sa që ka nevojë. Kështu që unë do të vazhdoj, nuk do ndonë asnjëherë. Ambicet e mia janë që publikime shkencore, kam mbi 300 publikime shkencore, mbi 20 patente. Patentet tona janë marrë nga kompanitë më të mëdha të mbrojtjes në Evropë. Për shembull, Leonardo, shkoni këtu janë patentet mia. Ato Leonardo janë patentet që unë kam. Qëllimi jam është që sa më shumë të punoj shkencë, që këto produkte që në shkencës, ditunis, të kthehen në produkte komerciale, që pas nesër të kanë një impact në jetën tonë, në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në këto. Gjona tjetër, sa më shumë që të kem kuadro, që të punoj me ta, që të bojnë, që tash kem bejnë përvojën. Kupton, unë mësoj edhe nga studentët që vinë, ata mbana një dite. Nuk them që i di gjitha, po atë që e di, çdo gjë që e di, me halal ja transmetoj studentëve të mi se du që buka jem tjetë halal. Brava. Më intereson të di diçka tjetër gjatë avancimit tuaj në proceset shkencore, në titujt, në grada, sa ju ka izoluar në botën akademike duke ju dhënë, do thoja, atë hemisferën tënde të pakufi nga pjesa tjetër e origjinës. Sa të ka penalizuar marrëdhëniet me komunitetin shqiptar, si i ke ruajtur ato? Janë përforcuar apo janë distancuar? Me të drejtën, ajo që më banë mënime shumë kështë politika, çdo gjë ku ka politikë, ku ka parti politike. Edhe pse kemi thënë që sot nuk do flasim për politikë. Po për mua ajo është gjë ma e ertë që nuk duhet ta kem, se të pengon me thonë vërtetën, i pengon ja thotë vërtetën, po se ja thotë vërtetën të po na kritikon. Tash me ta bo rrafsh, mos prit për një akademiku me dal me të përkra ty kur ti e gabim. Absolutisht, po. Është jeta jam, është karriera jam, që e kom tonë jetën. Edhe është luksi tek fënia fundit. Absolutisht. Po. Mos prit nga unë që unë do të bëhem vegël jotja. Me dituni jo. Mirë po. Tash kjo më ka izolu se nuk kam pas kohë. Shumë më merr me komunitet. Domthonë sidomos pjesa shkencës. Të mungon kjo pjesë? Më mungon shumë se pothuaj se ne unë 24 orë jam. E kuptoj, po. Unë në ora 2 mëngjes, në ora 3 mëngjes jo rastisht e bëra këtë pyetje. Ishte studentëve emaila. Bile ishte një student, është shumë interesant. Para një javë dite, se unë kam dikon 29 studentë që kanë përfunduar doktoraturën me mua. Po kam çdo njëri prej tyre është karakter në vetë, kupton? E dush me ditë me punu me çdo njërin. E nuk kam pas probleme asnjëherë. Po me njërin, kë është pak më karakteristik. Çdo 2-3 muaj ditë thotë nuk ka se me komuniku me te, do me lënë vete, e lo. Unë Aty shkencëtari. Shkencëtari, po. I kom ja papsi kur dush ti. Ti kur ti e gati ta kam. Po bon një muaj, 2-3. Edhe i kaloj sa dhe veç i dasha para syve kështu në pozicionin e kësaj dia, po den. Edhe mos pa presion. Edhe një ditë i thash një kolegu tjetër që rrin me to pin kafe. Koleg po ende student ai, po thash pyet thuj çka ki punë me supervisor, po den. Thash shumë mirë kam, thot po më çon email në 2 natës të borë, unë thot në email 2 natës në përgjigje. Edhe thash unë nuk e disha. Edhe thash unë më tregoj kë. U taku me te. Tha unë sinqerisht ta kum kesu email në ora 2 natës tha. E ke trem. Unë ke trem tha. Po. Tha se unë kom orarin po ne pikë kësaj kohën këtë kohë. Thash ti uroj ta kryej sa më shpejt PhD. Edhe ki me kry. Po thash, kjo për orës 9 dhe në orën 5 me mund nuk funksionon. Po ti përgjith gjë kuën tonë. Unë ta shenë 2-3 natës, unë e qërej leqa të ti. Mos e qelë. Mos e hap emailin kur të poshtë që hoxha, pret deri kuën kur ti punon. Edhe, po dhe mund që ku kom shpenzu shumë, shpesh jëmë thellu ashtë shumë sa më kanë ndiku që besa në shëndet. E kuptoj. Se tash me nejt ka 5 orë ullën, që tash
se nonën tjetër nuk mundesh me arrit, po që s'punon s'mund të arrish, e kupton? E ke braktisat brezin që e ke marrë? Jo, Sepse të ndihmon. Unë në gjim vazhdimisht. Unë jam vazhdimisht, shkoj mos kisha shkuar në gjim, e mos kisha, unë faktikisht nuk kisha mujt me sinë. Se ka pas momente kur domthon tash presioni është zakonisht i madh. Kupton? Nga gjitha ond, nga domthon shkenca. Nga ku buron gjithë kjo dashuri dhe përkushtim për këtë shkencë? Po them më herët kur thash e vendosa me shkon që të tim. Okej. Që të rrugë. Po. Po kam qenë bukur problematik edhe si karakter. Edhe që do thot? Që do thot edhe i pa kontrollueshëm. Unë nuk mund të përfundoj në një nga njerëzit tepër të mund jo të kontrollueshëm, nëse mund të them kështu. Sepse energjia edhe fiziku që kam pas, edhe që vesa më i frikueshëm këta pas që më prazohesh. Po kom vendos me kënaj. Një për njerëz që më kanë ndihmuar ka qenë prindim baba im Ndi Rexhepi. Ai më kanë ndihmuar shumë kohë, që se shumë rreth, kështu më bëke. Mos e ngot. Edhe ka qenë jashtëzakonisht i mençur. Ai ka ndihmuar shumë. Po ai ka qenë njeriu sa ka qenë nxollë që e kom thirrë dhe kom fol me te, gjithmonë një ndih fëmijë i vogël me te, apo edhe kështu, si fëmijë kom fol me te. Gjithmonë fëmijë kam qenë për te. Sa bukur. Edhe momentet fundit të jetës tina, kemi pas një bisedë të jashtëzakonshme vetëm në ai. Edhe tha, sa është e rëndësishme, mos e humbni këtë fjalë, lutem, por që të lidhim këtë logjikisht, sa është e rëndësishëm për një personalitet si ju që të ketë një pikë referimi në sensin prioritar si që është prindi. Nëse këtë pikë humbet pastaj me kalimin e kohës, ku ne nuk e kemi prindrit gjallë, sa ndikon pastaj në formimin e personalitetit të një shkencëtari krijuesi apo të një personaliteti? Ka ndikuar shumë se gjyshim Besel Galica Hoxha ka qenë imam Galic, atëherë e ka shkruar edhe ka fol Osmanlistin ka qenë atë. Edhe ka qenë një për mjeshtër më të mirë në Kosovë, ndërtimet tyne vek që i kanë marru këto zavijase, që kanë marru ato pjesë. Edhe ka qenë porositur nga peje. Peje kanë shkruar kanë mobili, kanë thonë Vesel Shpota. Se kanë marru këto shpota, çfarë kanë ato shpota që kanë dhënë. Edhe tash mu prindim ka thënë që ka qenë mjeshtër i jashtëzakonshëm. Po thash so ka fitu. E kom pyet ta bab sa ka fitu. Më ka thonë, mana dite kom fitu, sa i kom pagu 10 argat me punu në orë, unë e mana dite që kom punu me ato, i kom pagu me sa ditë. Atëherë, edhe prindim ka qenë mjeshtër i madh. Matematikën edhe kanë qenë inxhinier të lindën, nëse mund të them kështu. Pra është gjenetike pak a shumë. Është gjenetike. Okej. Është gjenetike. Me ndërtu gjona që domthon është ide jotja origjinale, diçka që shqisho. Po do më bë është një sfidë me fjala me kalu një lumë çaneja diçka, po din tash me ditë si me dalën aton. E këto ka qenë momente që kom ditë më xhin. E këto i kom dëshmu. Bili më bëj ke prindi, ndjes mos të ke ty thik edhe mbiesh me çu vetën ti jeton tek, din me jetua. Sa bukur. E këto i kom mësua ato aftësi. Domethën di marru muri, di marru shtëpi, vetë di marru, edhe kom punu shtëpi. Gjitha këto i kom bë, pse thash po mirë, po mos i dinaj, pa të provoj, në pse di edhe logjika, matematika, simetria, këto gjëra që në shkencë janë pjesë e ADN-s që kam tash e gupi pe prindve. Po çfarë komenti ke për mua që për herë parë kur tentova të bëj në ndërtim një lloj gjaku, doli sikur ajo ndërtesa, ku është ajo që është e shtrembë, ë? Domethënë që ka njerëz të cilët nuk ja therin kështu në fushën e ndërtimtarisë. Është këtë motivi, motivi sa i motivon sa e don. Sa e don. E don atë punë. A beson që kur du me ndërtu diçka edhe në borët, e kupton? Po. Mu natën në kryen. Të natën më sill, edhe nuk du me pas ato, po s'du më unë e urrej pse se kam. Po të natën më rënkov. Domethënë tash edhe tash kur shuroj mëngjes, domethënë më sill në vërkok pa dëshirën tëm, po se ku mendu me bo aty një, dhe kjo do të thotë atë që fokuson, pra atë punë, kështu që derisa ta zgjidh më rrin kokë. Cilët janë miqtë tuaj më të afërt që nuk janë shkencëtar, që çliron do thoja ato velat tuaja të lundrimit dhe ke nevojë
të pish një kafe me të në Londër, apo në Prishtinë, apo kudo qoftë. Çfarë profilesh kanë? Politika jo, sepse jemi në të njëjtën linjë, po çfarë profilesh kanë? I kam disa kolegë këtu akademike në ata. Okej, edhe ata janë këtu. Edhe janë ata akademik, po janë komplet partit ndryshme që domoni përkrahen. Edhe kur ulbin tavolinë, unë gjithmonë, edhe ata e dinë, e mojnë një balancë. Edhe kjo, edhe pranojnë. Se nga njerë ndodhë që, jo kjo ka mire që ka bërë, që kënja ne edhe kjo tjetë e kënja, ka të po hajtë tash të këshima. Pranoja, i thëmë, ato që i ka bët mira pranoja. Ato që i ka bët këshia, tërgoja. Pra janë të arsyeshëm. Bëni arsyeshëm, edhe bëni balancun, se asgjë nuk ka këtë bardhëzia, ka diçka në mes bardhë dhe këzia, nuk është. Sa në brenda një 24 orëshi gjërat tuaja janë spontane? I planifikoni gjithçka më përpara, një skem pune, një skem jete, një skem aktiviteti, apo ke dëshirë edhe gjërat të ndodhin rastësisht? Kam dëshirë të planifikoj shpesh, po të planet unë vorën nga Zoti. Mi po, është interesant. Do gjona që pa planifikune që më kanë ndodhë, e që thuhet ju rastisht ndodhë gjithçka, çdo gjë është, për mendimin tem, unë jam besimtar absolut i Zotit. Edhe, them, ju rastisht ndodhë gjithçka. Po këto që kanë ndodhë që do këtë rastisht, ka qenë do kthesa që është zakonshme, që më kanë ndihmu shumë. Se kom pas plan, kur se kom mendu. Konkretisht. Është një shok i imi nga Britania Madhe, që 20 vite një, edhe më donë shumë. Është Britanik, anglez është. Edhe ai komunikonim kështu me telefonata, shpesh, mirë po, një 50 vite nuk u ndëgjum. Edhe rastësisht, kesh ndodhur që fëmia i tij, kesh qenë në universitet ku jam unë këtu. Ku punoj, edhe vetëm sa kesh përfundu, e ai se kesh ditë që unë jam këtu. Edhe se si merr vesh përmes LinkedIn e sen, edhe u takom. Edhe ai erdh, edhe më tha, është njëri i zakonshëm, nuk du me ekspozu shumë, po është njeriu që ka bërë transaksionin më të madh bankar pas luftës dytë botërore deri sot. Wow. Okay? Edhe ai tha, ti punon shumë. Edhe ai situatën Kosovë din krejt, sikur kjo barë kështu më një, se ka qenë komplet në ngjarje. Tha, po, ti ki ide, ki patente. Mundon, tha, gjeni patent, tha, edhe po kanë qenë me ndihmu, tha, edhe komercializoj. Kjo ka qenë një kthesë që unë kur s'kom mendu. Gjithmonë kam mendu shkencë, bëj publikime, i qenë publik, i ndihmoj, kështu që, por atë pagumeni. Unë edhe në familje them, thot njëri mos më jap këshilla, unë paguna me këshilla. Sakt. Këshillat edhe punën që unë bëj është me jap këshilla. Unë thash nuk prashiti se kum kalu. As nuk vit te ti me vesh ose po unë tregoj se paguna për te. Nëse do me studiun këtë rrugë, nëse do këtë tregoj pa para. Po puna ti paguna. Kështu që e aty ai kur ma tregoj këtë, për mua ka qenë një kthesë që domon tash, se ku mendu kur, rastisht me ka qenë, edhe këtu po them, këtu raste që kanë ndodhur rastisht për mua ka qenë shumë rëndësi edhe mendoj që më kanë kriju, më kanë formësu, kam mësu shumë. Edhe më kanë kriju ky person me këtë eksperiencë që më dhe këto. Më tërgo diçka shumë të sinqertë. Kujt prej 2 studentëve, njëri është anglez dhe tjetri shqiptar, do t'ja kushtoj më tepër kohën më të madhe? Të dytë njëjtë i trajtoj. Mirë po, afërsia e gjuhës, e gjakut, më ka bon, që ta përcjell ke studentin t'i kushtoj kohë ma shumë të ashtu se çka po bën. Edhe kum vret që nuk është të përfumu mirë. Edhe kum thirr. Thash, tregom. Thash, nuk ke nevojë, nuk je obliguar, po a muj me ndihmu në sen. Thash, se unë kur kam qenë student, kam pas probleme financiare në Londër, kam pas probleme lloj-llojshme.
por nuk kom pas njeri kuj me fol. As me kërku ndihmë. Thash fol se ki njerën që pasha Zotin. Nuk kom e non guri palkun me të ndihmu. Edhe ai Oshel më ka tërgu. Kur më ka tërgu ai, as ju më prek, dhe mund qas gjendje tronë që kish pas. Ka Shqipni është. Në nuk ka patur një mbështetje të paktën shpirtërore, apo jo? As shpirtërore, po që besa se kish qenë faktikisht familje, dhe mund prindit ishin nda, ishin divorcu. Edhe nona ati në punonte me mbijetu, dhe mund vesh me mujt me shkollu këtë njëllë. Edhe tani unë filluam edhe këtë tani eftoj edhe nonë vetë, edhe në takim. Aja tani kur më tërgoj, unë tani u preka shumë se e pash çfarë vujtja, kupton? Vujtje të jashtëzakonshme të i bon nona për me shkollu një djallë, çdo gjë kish kushtu këtina. Po tash kë ishte një situatë në depresionit të jashtëzakonshëm. Edhe tani ju mundu me ndihmu, shumë, i kom thonë shko në Shqipni, jemi në kontakt, telefonin tem personal e kom merr. Por në departament që të lemi mua. Unë kam e rregullu këto krejt, kam e kërku extension, çdo gjë kam e bën, që ti kur të vish, po shko po shoh. Shko po shoh. Tha po nuk e di ç'a ndodh, thash ti shko po shoh, unë e marr përgjegjësinë. Edhe kom fol me në departament gjithë edhe në board of examiners, e kom shpjeguar mund të shoh, unë kom marr përgjegjësinë. Ky ka qenë një student jashtëzakonshëm, që ka pas sukses shumë të mirë. Ka ndodhur kjo, do të më ndihmu se ky kthehet prapë. Ka shku një vit kanë në Shqipni, ish kënaq me gjyshit edhe me gjyshën atje, e kishte mësuar gjuhën mirë, e kur kthyi tani këtë jetë njëra, kupton? Këtë jetë kishte ndryshuar komplet. Edhe për mua ka qenë kënaqësi se është për mua është një ndjenjë e veçantë kur në shoh që njëri unë si ostat i punës që unë e bona, ai ose ajo ju ndryshoi jeta. Edhe tani ka filluar, ka përfunduar vitin e fundit me sukses, ka vazhdu, ai ka fluturuar tani. Ne bisedën tonë do ta vazhdojmë edhe më tutje, apo jo? Se ashtu e kemi planifikuar për sonte, por për shikuesit, unë ju bëj një pyetje të gjithë të ftuarve në Origjina Show. Cili mendoni do të jetë kryeqyteti i ardhshëm i shqiptarëve kur të jenë bashk? Unë vi nga trungu i familjes të Zemgalicës. Kur Ahmet Delia, me Sakic, se thojnë dërnisës pushka e Zemgalicës, Sakic Ahmet Delis, tash po i shtohet edhe pushka e Demjashajit, trien. Azem Galica ka qenë njeri më i afërt i Hasan Prishtinës. Azem Galica ka luftu me direktivat të Hasan Prishtinës. Edhe ju dini shumë mirë që njerë ka qenë një propozim, ka qenë që Shkupi tjetë këtë qytet i shqiptarëve. E të kujtohet? Po. Unë e kam mundë të shoh shqiptarët bashkë, se unë plotësohet e ndjenja e gjyshit, se vllavi gjyshit është vrarë. Babaj më ka qenë burg kur është vrarë Demjashari. Vllai më që është vrarë në luftë. Edhe sakrificës që familja jame sot e ka lënë seriozisht i luftës, e viktim i luftës. Se lufta një gjenat të shkatron. Jo vetëm njerëz që vrosin, por krejt që e gjenat për shkatrike. Edhe njerëz që janë afër tyne, që kanë përjetu, traumat i përjetojnë, edhe fëmijë që do të lindin i përjetojnë. Kjo është tepër e rëndë, po unë inshallah do në Zoti, që ne mbledhim mend edhe të punojmë që të bëhemi bashkë, se kur më të fort nuk kemi qenë se sot. Edhe natyrisht që unë prapë do të kthehem te origjina. Ka thonë Hasan Prishtina altjet Shkupi. Ne jemi në origjinë, edhe duke promovuar vlerat e diasporës, edhe ku jemi tek vlerat e diasporës, sot ishte një ekskluzivitet të prezantojmë një nga personalitetet më të spikatura të botës akademike shqiptare në botë, këtu në Britaninë të Madhe, një emër i shkëlqyer i diasporës sonë, Shoqëri Haxha. Faleminderit shumë që na dhat këtë mundësi dhe këtë hapësirë. Faleminderit Riki, ka qenë është kënaqësia ime. Unë nuk jam unë më poshtë, nuk jam as natë, në si shumë në qove ti, po për mua është kënaqësi e veçantë që domon Shqip ke orë sot jemi taku edhe kem bë bisedë tamam si not burra. Sakt, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të dashur teleshikues, do takohemi sërish në edicionin e ardhshëm. Mirupafshim.